radhës vjen nga mundja. Do kam klasin të ftoj një nga emrat të mëdhenj të këtij sporti që të ta jap këtë vlerësim zotin Elias Guri. Është momenti për të nderuar një personazh I cili është kampion I padiskutueshëm I peshave të lehta për një dekadë me radhë. Është fituesi medaljes së artë në Spartakiadën kombëtare të 1984-s dhe njëkohësisht është edhe mundësi më I mirë I aktivitetit. Për shumë vite, pjesë e ekipit kombëtar, ai është një emër që besoj të gjithëve do të na bëjë qefi që do të nderohet, por mbi gjitha dhe që është sonte mes nesh. Është zoti Sander Leka. Faleminderoj gjithë shkollën që vazhdimisht organizon këto aktivitete të rëndësishme shumë për sportin shkodran. Edhe diçka para se me allon medaljen, jena para festave të Krishtlindjes, edhe të vitit të ri, I gëzoshi Krishtlindjet, shqyr që na erdhi dita që me I shpreh në ambientet ceremonale. Tashti, kam një Sanderin, e kam pas dasha mirë, por ka ken I fije si peshe let, e kam pas lëvi shumë I fije. Edhe kena pas probleme sportive, I herës ma ka këthy fjallën në aspekt sportiv. Më ka një gjuhë vazhdimisht, ashtë disa herë kampion Shqipnijet, Spartakiadën e 5 kombëtare, ku Shkodran ta barin vesh bashkia, 5 Shkodran kanë dalë kampion në Shkodër, 10 aton Shqipnia, 5 kanë dalë në Shkodër Spartakiadën e 5 kombëtarët, me gjithë Sander Leke, që përfaqëson Shkodër, Dinamon, bashkë me mu që kena kënë në atë kohë. Urime Sander, gjuar. Mirë mrama. Jam shumë I privilegjuar sonde në këtë vend për takimin që u bë me jos nga të gjithë këto. Veçanërisht për Gjergj Kolën që më ka ftu sonde, gjuar festat. A merita jote e sportit. Faleminderit.